Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi edhe sonte në krejtë në debat, po e nisim një javë të re, ndonë se ishim edhe gjatë mbrëmjes që lam pas në transmitimin ton, ku diskutuam pikërisht për zgjedhjet, për çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me këto zgjedhjet radhës që vinë me 7 qershor, e pa dyshim që shumë diskutime po ndodhin, jo kush, jo çka po bëhet, jo kush çka po premton, kush po i rrit pagat. Interesante kjo. Kush po premton investime kapitale, kush po i bën tubimet më të mira. Pikërisht sot do të ndalemi tek pjesa e tubimeve, fushatave, tubimeve elektorale, se a përkthehen në votë, sepse nëse shohim direkt gjitha tubimet duken bukur kështu në pamje, mirë të organizume, po se sa mund përkthehen ato në vota, shpeshherë historia politike e Kosovës ka treguar që jo, që ka pas tubime me numër të madh, po që në fund rezultatet nuk e kanë treguar të njëjtën gjë. Po se është bë në formë organizimi, pra i kanë organizu gjitha degt, i kanë pru me autobus, kanë festu, kanë tregu pak entuziazëm për këto zgjedhje, po ideja është erës që, ose pyetja është që a ka qytetarë kështu ndoshta pa përfshim politikisht që qohet një ditëlume dhe i ndjek gjitha tubimet, po. Nuk e di. Bile në zgjedhje nacionale, nuk e di se ndoshta për ato lokale mund të ketë edhe qytetarë që shkojnë, i dëgjojnë ndoshta planet në përlagjet e tyre, bashkësitë lokale që janë vendin tonë, po për këto nacionalet... Po nuk e di direkt se tash marrë parasysh edhe rrjetet sociale, ku gjitha tubimet transmetohen edhe në rrjetet sociale, tash më shku në tubim, s'po di. S'po ka nevojë shumë. S'po ka fort nevojë. Po, kisha pas shef me taku një person që shkon kështu atim për qef. Po, veç me i dëgju, programet të tëne. Një me shku të kurti, me pas të tjertë krejt me rend, për shambull të LDK-ja, të AK-ja, PDK-ja, dhe në fund me vendos. Sa mirë do ishte. Do shta kam, uroj që të ketë, edhe nëse s'ka jam pra si shpëthet edhe unë e dëgjova që e ndriti për shambull, shkon e bën kështu, një ditë shkon në PDK, sepse PDK në ka për zemër, tani e vendos nesme në shkon kështu shka për thot kurti, më pas del të KK-ja, një të regon. Heq nuk besojnë, me dej që shkojnë sot PDK, nesër PDK, për ditën PDK. Punë e ka. Punë e ka, pëthua? Punë e ka. Kjo do t'jetë tema e diskutimit për sonte, këtu krejtë në debat, bashkë me mësaferët e cilët sot i kemi në studio me neve, sot është Ramadan Valiu, prof, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjithë. Knatësi. Leonardo Azemi, mirë se erdhe. Mirë se gjithë, knatësi shdojë. Endret, knatësi. Knatësi, për mu falemderit. Në anën tonë të djathë të kemi mentor Ajdini, mirë se vjen. Mirë se gjithë. Mohamed Mujaj, mirë se vjen. Mirë se gjithë. Mohamed, po njësi me ty që shpo duken tubimet, kush po fiton këtë betejen e tubimeve elektorale, se pas te me atë so ke po? Edhe pse si blisë për një sekund ndodhë që i shohëm në përrjetet sociale, po realisht nuk i përcili. Fare. Për shkakun se nuk më lem për shtypje çështja e elektoratit madh pi përvojës, e them, ka ndodhur dhe ke marrë vitën e kaluar një fjalë Matjen Mitrovic si kandidat, edhe e ke marrë fjalimin, kur kam shku në Voshtri, një qytetar ato afër thotë, ke qenë i mirë, shumë avokat, ke qenë shumë i mirë, tash pse ku më thot kesh edhe në Mitrovic, kupton? I bike që edhe i bjen se shumica atyre që i përcjellin tubimet janë njëjtë janë. Partisë janë edhe masa, po besoj, nuk është ajo që tregon realitetin në përsalla. Për shkakun se lëvizin. Bëhet në mënyrë të organizuar. E pse bëhen nëse nuk ka për shkakun me dha opinionin, me dha mendimin të qytetari për shtypjen se partia është shumë e fuqishme, edhe po përkrahet ka mbështetje prej qytetarëve. Unë nuk isha nisë prej asaj për shkakun se shumë qytetarë po shoh që janë të i marrë sanet më me seriozitet, edhe në rrjetet sociale pishohëm reagimet, ata që janë zhgënyu, ata që janë rrejt një herë ose janë tradhtu për sa herë rresht, besoj që nuk kanë me drejtu votën atu ku janë të zhgënyu. Ka që janë të i këshyrë rrethonat, premtimet, edhe pse s'kanë çka premtojnë realisht asnjë prej tyre se na e kemi pa gjatë këtë pas luftës. Premtimet janë zakonisht njëjta, nuk ka diçka reale, nuk ka diçka
produktive, unë një pyetje kam për këtë qytetarët, po edhe për këta që janë pushtet edhe për këtu 6 vite. Vetëm letëm të regon dikush me argument se në këtë vendin tonë, në Republikën tonë të re, ka investu dikush investim tjashtë me 200 punëtor, me 100 punëtor, unë e heqi dorë prej debatit edhe s'dal fare në televizion. Vetëm një rast let ma të regojnë, për 6 vjetë që është e dhëmshme, unë e kom përcjell kështu, çështjen e investimeve të jashtme, nuk ka investime të jashtme, e pa investime të jashtme, pa zhvillim ekonomik, këto që ka pi shohëm na për debate elektorale janë vetëm fars për me të rrjek votën, e realisht nuk janë diçka konkrete që do të bëhet. Nëse e dëgjon edhe mbrëm kryeministrin e detyrës zotri Kurti, ai arsyetohet për shumë çështje që ka kritika në Kosovë me faktin që unë këto i kam premtu, këtu po i bëj. Mbrëm kur u pyet për shembull pse po bën shtesa dhe nuk po bën ndoshta nisma tjera ekonomike, ai tha që për këtë mandat që e kalova, këtu i premtova, këtu po i bëj. Jo, realisht ai ka premtu shumë. Aq shumë ka premtu. Unë publikisht disa herë e kam deklaruar edhe përmes media, po e deklaroj edhe sot, që nuk është e tepërt, për shembull një prej pikave. Po flas për shumë pika, po vetëm një prej tyre. Peter Hjeku, bashkimin me Shqipërinë ose bashkëpunimin me Shqipërinë. E din shumica e qytetarëve se duhet shumë punta kryeministri. Një marrëveshje ka qenë në vitin 2018, cilën e kanë bërë qeveritë e mëhershme. Edhe ajo ka të bëjë me shkollimin e diasporës jashtë. Ajo marrëveshje kur këta kanë ardhur në pushtet nuk është zbatuar. Është e turpshme. Që 6 vite ne atë marrëveshje e kemi vetëm letër dhe kanë bërë disa herë thirrje shteti shqiptar përmes ministrave se çka po ndodh me marrëveshjen, edhe sot ne nuk kemi mësim shqip në diasporë. Shkaku i mos zbatimit të kësaj marrëveshje. Mirë, po shpërndojmë. Një prej pikave, mos flasim për pika tjera që janë as pak të realizueshme. Prof, sipas teje, kush po bind me tubime? Mi thonë të drejtën, unë nuk jam i tharë shumë i këtyre tubimeve të mëdha, të cilat zakonisht bëhen vetëm për çështje medjave, për mu duk ma bukur kush po të bën njerëz më shumë. A keme na i tubim? Po, Ku? këtu në Prishtinë. Prishtina. LDK. Nuk, s'ka lidhje, LDK po, LDK po s'ka lidhje. Nuk e mahaj, por... është mirë me tregu provë, se mundesh me bo pikpyetje tani. Jo, nuk i bi pishman për ato. Ku ke qenë, cilin tubim? Çështja është që nuk e di so sjellin këto tubime të mëdha, so sjellin votë reale. Në botën demokratike, në shtetet cilat kanë zhvillim të madh ekonomik dhe demokraci, tubimet të mëdha nuk kanë vend më. Partitë politike duhet t'i takojnë të gjithë qytetarët, derë me derë, grup pas grupi, grupe ndryshme të interesit, për t'i bindë ata me programin e tyre zgjedhor. Kjo nuk po ndodhet e na, besoj që duhet të ndërmirë diçka për ta ndryshuar këtë çështje, për shkak se qytetarët dojnë premtime konkrete. Deri më tani, mbrëmë patëm veç kryeministrin, e patëm në një televizion, i cili pra filloi me disa projekte megalomane të cilat... Para se me dalë të projektet, prof, çka t'la për shtypje ku ishe në tubim? Po më intereson çka t'la mas shumë të për shtypje? Fjallë shumë, po projektet realizume pak. Edhe ajo çështja e dominimit të tij, domethënë ajo është i prirur. Jo, Erza po të pyet për tubim. Për tubim. Për tubim. Jo për intervistën e Kurtit. Tubimet, thash edhe një herë, tubimet, këtë partitë mundohen me organizu sa ma shumë me pas njerëz. Po, do duhej, u thaktu në fillim që ka disa njerëz që shkojnë për krejt tubimet. A e për mu është demokraci. A ka? Ka pak, po jo sa duhet. Ka pak. Po, jo sa duhet. Sepse qytetari duhet ta vrej të përcjell të gjitha fushatat, gjitha partitë politike dhe në fund vendos. Në shtetet demokratike nuk ka militant partijak shumë. Militantët kuptohet, votojnë, dhe të janë për strukturat e tyre, kurse qytetarët kanë drejt, çdo zgjedhje ata kanë drejt të ndrojnë mendimin e tyre sipas rezultatet apo dëshimit. Dhe kjo nuk po ndodhet, sepse mendësia jonë akoma nuk është në gjendje që na të votojmë sipas
si pas bindjes, si pas rezultatit, por na zakonisht votojmë si pas aty në qysh jem familiarizuar, qysh për shembull unë votoj vazhdimisht partinë. Po për shembull çati prov vetë për vetës Munis, se ti ke thonë unë më ti votoj LDK-n dhe s'e kum ndru kur. Po bre? A nuk e pas arsye për me ndrua, apo e ke rujt këtë votën tradicionale? Edhe besoj që prapë se prapë LDK-ja e ka një strukturë, e ka një organizim të mirë politik, me cilat është dëshmu dhe në fond është një parti shtet formuese. Parti cila e ka kriju që shtet i keq i mirë, për cilën tash kryeministri në detyrë po thot, unë po thot e kam gjetë Kosovën në podrom atje me zhytur me ujë. Unë mendoj që Kosovën e ka marrë me qelë thandor, me shumicën e projekteve, kuptohet, ka vrejtje për shumë sene, po na do të më llogaritë edhe një punë, shumica pak e keni mri vitin 1999 në atë kuptimin, keni qenë gjendje me kuptu ku ka qenë Kosova. Kosova një vitin 1999 nuk ka ekzistu fare, vetëm letër. Prandaj krejt këto projekte të cilat janë bë, deri më tani i takojnë LDK-s. Atë ka shku ndonjëherë mendja prof me ndru votën, me thonë hajt për aprovoj një parti tjetër. S'kom pa ma mirë. S'ke pa ma mirë se S'kom pa ma mirë. Bile tash, kur pishof disa, mermen disa hekurudha pra mu përmenshin, hekurudha nej, hekurudha tunela nej, ma një njerë se nuk realizohen ato. Po, ata i kërkun pikërisht plane konkrete për projekte gjigante. Po s'është konkrete, hiç nuk është e realizueshme. Po thua. Ne kena po deri tash 6 vite. Dhe diçka rreth tubimeve e kom bën një pyetje pra kryeministit, por nuk ka dalë. Në rrjetet sociale. Po në rrjetet sociale. Shpesh thirrët, partia në pushtet thirrët për çështjen e Mitrovicës. Edhe thash ka fillu gati me relativizu, dhe me thonë, shumica për pranoj që, okej, është boni lëvizje Mitrovicë. A më thoni mua, cili është tubimi, kush e din agendën e tubimeve të lëvizjes vendosje, unë nuk kam po që e ka caktu një tubim me marrë Mitrovicën e Veriut. A dini dikush më të rikë? Shkojnë shumë e ditjet, po lezojmë e rujtë. A dini dikush, a ka tubimin Mitrovicë Veriut për partitë politike shqiptare? A disa aktere shtetërorë du të më qënë kohën për mi mbrojtë ata për me vo. Po që të problemi. Në mos ko ka mirë puna. Po tash të nërse e vetë. Po prandaj... Bëni një paragjykim. A kemi tubimin Mitrovicë? A e në shtetërë tonë? E fushata është duke vazhdu? Deri me tani s'kam pone. Edhe agendën nuk e kom përcjell, nuk kam po që shënon as partia ime, nuk ka tubim në Mitrovicën e Veriut. E çka do të bënte nëse partia jote, LDK-ja në këtë rast, do të aprovante, ta mbante një tubim në Mitrovicën e Veriut? Po LDK-ja moti ka thonë që problemi Mitrovicës është problem politik i Tryezës, i Tavolinës. Mirë, po, do të ishte mirë që ta testojnë. Po, do të ishte mirë. Tash partia në pushtet e ka gjitha kapacitetet, po thëtë bëdo me bon dhe gjandarmeri. Edhe gjandarmeri bëdo me bon një struktur tjetër. Ta shpërndaj para në diskutimi politikës. Unë nësëm le ju një paralelet vogël të qoshja Mitrovicës me që dhe jam i asoj pjese. Mitrovica nuk do tjetë as njerë në Tavolinë, edhe nuk do të me pranu këtë qoshje. Për shkakun se ne kemi sovranitetin, kemi të përcaktum kufit bisedime mundu me bo për qashtë tjera, po ju asë njëherë për teritorit. A në bojnë të bim? Po kemi mojtë edhe na dalëm, na edhe kem dalë edhe para kësoj operacionit, para operacionit policisë që i ka shkatru disa bonda atje, na kem dalë edhe ma heret, po me të vërtet është një atmosferë po kam qef me po duke fillu prej Albinit edhe një atmosferë që është luftu kriminaliteti dhe janë luftu ato bonda. Mirë po, këta do të me arru dhe me largu gjdo subjekt politike dhe gjdo politikan. Unë e kom thonë vetë personalisht. Do të me ndjek edhe penalisht aj që thotë se Mitrovica do të me mu vendos në Tavolinë. Bisedime, rregullimit situatës. Qenë qeshtje bisedime Mitrovica. Mitrovica i takon Kosovës, Republikës Kosovës, edhe ashtu do të mu trajtu gjdo herë. Pa bisedu me askan. E asociacioni? Asociacioni e shoshtë tjetër është interpretu për gjikatës. Që aty është problemi kryesor? Realisht, tema kja apo këthejnë tubimet në votë. Po. Jo, historikisht të regu që nuk jenë këthynë në votë. Me këshyrë kështë në tubime herën e kalum LDK-ja e ka pas një tubim jashtë zakonshëm.
Edhe ishtë djesh më konë 30% në basë ati të bimit, po nuk u këthy që e në botë. Edhe partit e tjera, po problemi nuk është e të bimet, problemi për mu personalisht është qysh njerëzit shkojnë të bime. Apo, është e pa logjikshme, dhe më thonë partit janë pa plan program. Dhe më thonë dalin pa plan program. Nuk dalin me shpletu një plan program para masës. Edhe njerëzit, dhe më thonë, nuk se di ku e gjojnë që atë arsye me shku e mengu liderin e vetë, ka e shonë dhe më liderin e asoj partijës tjetër, se kretë që ka njën, dhe më thonë në qato... A është një farë obligimi, nëse je aktivist ose simpatizant që duesh me shku me mbush salën? Po përshka më konë aktivist edhe simpatizant. Simpatizant jo, aktivistët tjetër gjo. Militantit, aktivistët janë tjetër gjo. Po unë si qytetarë, dhe më thonë qysh mbledhen 20.000 vetë me shku në, ose unë e kom po, dhe më thonë partia edhe partia e LDK-s tash, dhe më thonë edhe vetë vendosja, kanë shku me mija prej Kosovës, janë qu, kanë ble bileta, kanë shku në Zvicër, me i murë salat, po kuptën, që është e pa logjikshme, për shka? Dhe më në ato kuptohet se janë deputet, e kanë një staf të vetin. Po thu që me ja njerës vjo njës po mërë, po të veç këshyre në rjetët sociale, këshyre aktivistat politik, edhe militantët, edhe ishe, dhe më jo ishe, dhe më thonë qekinat që ka autot ke kam bo, ishe, dhe më thonë ato fotografit për aeroportit, rrugës për Zvicër. Po është tepër banale, unë po që ditë na për shka njerëzit dhe të me shku prapë, dhe më thonë në që ato evente që janë të gërdisme për mod. Edhe nuk t'japën arsye. Qytetarët për me shku që kesi tim me shku na për krejt partit, pse me shku, nuk shfletojnë program, nuk kalzojnë kërgjo, pas që shohan, dhe më thonë edhe një në bëraritme, dhe më thonë zhurë, kërgjo nuk kanë ta. Po, a për në dhejzë dhe neve, kështu kushtimisht me thonë, mentor ku po dëgjojmë se akuza kundër akuza, se sa ku po dëgjojmë plan program. Po flasë si qytetarë, sepse e kemi pa nëse flitet për plan program, qytetarët nuk janë fort të interesu me pa, më shumë janë të interesu në rrjetet sociale, veç mas me pa kujt çka i tha. Mirë, rrjetet sociale ta është koha e rrjeteve sociale edhe e digitalizimit. Njerëzit duhet me e lexu plan programin më herët edhe me ditë. Po sa s'kia s'ku më qos, ku me i pa. Për ndryshe një mosë e njerëzve në kena folë edhe më herët për edukimin e mosës, dhe më thonë sa njerëzve edukume dhe sa din me kuptu. Fushata është pikresh dhe më thonë qaja koha kur partit e shpletojnë ideologjinë e vetë, plan programin. E të na nuk ndodhë, të na ndodhë komplet e kondërta. Të na dhe më thonë më fushat, shahan, edhez mosa, dhe më thonë është shumë interesant, është fan, adrenalinës, pa tjetë, është shumë interesant, dhe më të nesrit ishe, dhe më thonë highlight, dhe më thonë njën komplet ato fjalimet, ku Lumire ka sho Albinin, ose Albini i ka sho Bedrien e Lumiren e Ramushin, ku ish opozitën. Janë totalisht kota, nuk i di njerëzit që shkojnë. Sa i përket prom, ke u konë qërshia mitort, Albin Kurti, veç mu konë njerëzit të vedishëm, edhe me një qatë të i ke, në zonë, se di, qysh në mon këtok. Thejke, tha, mësë më përzini mu me opozitën, në nuk kom premtu projekte kapitale, nuk e kanë për obligim, dhe në qeveria me bo projekte kapitale. Projekte kapitale janë që ato projekte që kanë më përtjellë në generata. Këta nuk e kishin për obligim, po hajde që pendojnë që, okej, në regull. A i ke premtu 4.000 banisa sociale. Po një 10. 10 me i pas bo. Po një 10. Po edhe media kje shumë e but, me ta në është pjesë e marrëveshjes, po për mu kje shumë banale. Kërkisimin e pasurisë e ka premtu. Po qysh me farë mekanizma. Që sa po prezë me i konfisku Qëto prope kesh premtu? A mo tash gjykata po dhe? Leonard? Besoj si gazetarët ka rome po të bime ma shumë, me i përcil. Na që jena gazetarë në media një kohë ma të gjatë, e dim se sa interesante, entuziasmu se u konë me përcil fushatën, sidomos ditën e zgjedhjeve, para një kohë kur nuk u konë, nuk kena pos zgjedhje çdo 2-3 muaj, që shpo kena që tash. Në atë kohë, normalisht që edhe tubimet elektorale kanë pos një farë bumi më të madh, dhe më konë pak më interesante, se ti për shembull një qytetar i thjesht i një komune për zotë Vushtrisë, nështë një herë në 4 vjetë i ka ra me po kryetarin e partijës ti live që aty edhe ai me i full, kështu që u konë këgja interesante, normalisht që edhe prezenca u konë ma e modhe. Edhe po kanë posë dhe qka me full, se u ka ra për 4 vjetë mu akumulue me i posë disa plane pak ma të mira, ma të furta
nështë ta, për dalim për kësaj kohës tash, kur si qytetar ti normalisht që ludhesh, normalisht që është ngarkesë e madhe, kur ki zgjedhje kaq shpesh, kur do është për çdo dytin ose tretin muaj maksimalisht me ngua pet të njëjtën situatë, cilën veç e din çka ka ndodhur më herët. Kështu që tash partitë politike duhet me gjetë një farë mënyre, me gjetë diçka që me i dhejtë që ato tubimet e tyne elektorale. Çka po gjejnë? Qoftë me, po për shembull me këty si kur kopsht fëmijëve ose në ditë shkollës, që ndodhet te vetvendosja, që tash në fund për shembull e merr një vojzë vogël, e çet në skenë dhe recito motor. Domthonë është një prej katastrofave më të mëdha që e kam pa herë në këtë zgjedhje. Jo pse po duam me kritiku vetvendosjen, po kritikoj fenomenin si fenomen, do me thonë, diçka këgja e ronë ke për me u përjetu si qytetar. Mu më karo me i përcjell edhe live 2-3 tubime në këtë zgjedhje, veç prej kurreshtjes, me pose që ka ndodhur aty, diçka që më ka bërë shumë përshtypje, është lëvizja e kandidatëve për deputet. Se sa mirë ata din me hinë sall, do me onë me krejt ato entuziazmin e me ato prioritjet e me ato buzëqeshjen e tu përqof me se cilin që i bikin rrugën e isha ko gjak shto larkë, po më në ishin morë dhe të unë, që atjen qështë dyqish me na bandore. Edhe, kur fillun fjalimet, kur filloj a i tubimi, po ta një pozicion i kom përcjell në klin, edhe në shtëpit kulturës, do me onë isha prej kati 2 ashtu dhe i shefsha poshtë, sa mirë dishin me dalë prej sallës, pa u vrejt heq, do me thonë me u largu mas 2-3 ose maksimalisht 5 minutave mas i filloj fushata, po mënej tubimi. Kështu që edhe ata... Kandidat pra mas 5 minutave të tubimit ekshe? Ekshe. E kam pasa për foto. Po, normal, për foto, amo kjo do me thonë, është diçka që na kallëzën se sa të rëndësishëm e kanë ata tubim. Tubimet, si që tha dhe parafolsi jam, e kanë si synim, si qëllimi tyne është me më kallëzu çka kemi më dhonë, çka kemi më ofru mu si qytetar, jo me më kallëzu sa i keq u kona i tjetri, ose me më kallëzu sa shumë e urrejnë të atë tjetrin i cili është ose nuk është në pushtet, është varësisht prej subjektit politik. Kështu që përderisa s'po kanë çka me thonë, tash po duhet më u kriju dhe situata tjera, po duhet më mush me prioritje, po duhet me pru ma shumë njerëz prej qyteteve tjera se normalisht që sallat nuk mushen, se është ketë normale, nuk i ku çdo 2-3 javë me dora të me shku me i përcjell ata të fola. Të i thonë para ka shumë të njëjtat sana që veç e kena ndëgju ma herët. Endret? Erës para se me fillu me për tubime, kisha pas shep të krejt, nashta me shku të krejt tubimet e partive, po jo të vetvendosjes, sidomos me rastin e fundit të një keq përdorimit e një vajze të mitore, ku para se gjithash jashtë rregullave të KQZ-s që nuk guxon me pas fëmijë në moshën ose persona në moshën 18 vjet, del një fëmijë dhe e lut Zotin mi vra krejt ata që në më herët, thot i Zoti i vraft, 3 pika nuk e di çka ka vështu, s'po du me vazhdu ma shumë se është mas pari është në përdojnë një deklarat shumë e pahishme, po ma e pahishmja e kreta sajna, edhe ma e pranushme preja sajna është që dorë tërkitet dhe proveritet e pjesmasve, para tyme, dhe më thonë Veç ta ndojmë një gjë, mos ta komentojmë vajzën, ta komentojmë jo, pikërisht pe komentoj vajzën, se në sot momenti prej ati momenti që ka dola e në media, a janë prej ati momentu, se prej nesme ja kam fillu më polizu për tjerve. Do më thonë me vetë dije, një kryeministër një vendi, e ka leju, për një të mitur, e ka leju, brenda fushatës, brenda fushatës, mi u marë si të mirë qena. Flasim për të pjesën tjetër që e kam ftu, ose si ka rjetë. Nuk u dash me ndodhë ajon, jo të Albin Kurti, po nuk u dash me ndodhë. Ma me është interesant, se na, do më thonën, na ja kena, po flasë ata simpatizantë të partisë, shumë ja kam pëlqyju ato dhe do më thonë, që tu po kallëzohë se Albin Kurti e ka argju se cilin instrument. Albin Kurti nuk ka të ditë, shka me bo mo, edhe do më thonë, o të vazhdu me këtë potencial, i merë, do më thonë, një fëmi, ose deli, thot dikush, deli as ka dorën ati, midis Zvicrës, edhe lem ja pu dorën, në atë aspektin... Pa, ka me ditë gjithmonë Kurti veprimin e një qytetari që ka për bala, se tash nuk mundesh me ditë e nësaj ka merë dorën, që pëtijune se cilin të bim është me plan program që ka me ndodhë. E para, e dyta, se cilin të bim, si pas asaj përvojës që është, se cilin deputet, kandidat për deputet, e ka për obligim për me organizu të bimin me shku sa ma mirë për mes degës, shefi shtabit edhe për mes degës. Tash na krejt që të pidina. Vesh njën, nëse na nuk e kena ditë, o dash me ditë
Albin Kurti, o dash me ditë, stafi Albin Kurti, për atë bazë, ekipa ti, që nuk guxon spaku një i mitën medalë. Në atë mënyrë, hiqë nuk guxon medalë asë para opinionit. E lemo në atë mënyrë medalë me recituar vjerë që me thonë Albin Baba. Po ajo është këtë tjetër, nuk kisha pas që më marë fort me Albin Kurti, po e shpreja një, po du me shprej një keqave. Po du me shprej një keqave. Po du me shprej një keqave së një qërës për ata që kanë ndodhë, e shpresoj që nuk kanë mu përsërit ma. Po veç po e përmend për shembull edhe veprimet që i bëjnë edhe të rriturit. Po Albin Kurti fëmi nuk ka. Albin Kurti është kryeministër. Ideja është një simpatizant një lideri që ka 51% I ka pas 51%, ka dalë me një 51%, do më thonë nuk ka fëmi, e para. E dyta nuk është i paditur. E treta, për logaritmi si një njëri të meqëm. E katërta, krejt që të bimë poshë, veç me qatë veprim shaka bëti. Faleminderit. Por ashtu kësaj, si pas teje, tubimet, se janë nisë muat me Kurti. Tubimet janë një element bazë i cili, dhe më thënë, i bashkon strukturat, por nuk është një diçka që bën një rezultat ose ndron një rezultat. Shka do të më konë, faleminderit, nuk ka instrument mas. Shka do të më konë diçka që është prej tubime, shka mujnë me përfitu, janë votues të papërcaktuar, të cilët dalin, edhe për mes plan programe që i shfaqin ata, që s'pi shfaqin dhe se fanë edhe shumë i parafalësit e me, po që ata që i shfaqin plan programe, ata mund më përcaktu në basën e tubimeve. Po për mes jashtë atë tubimeve, mendoj që përcaktuesi kryesor, ose maci kryesor i zgjedhjeve, janë rrjetet sociale dhe mediave dhe debateve në për televizione. Janë më të rëndësishme se tubimet, ose japin rezultat më mirë se tubimet partijake. Tubimi partijak thirrët antari, simpatizanti, ose ata që e pëlqejnë Partinë Demokratike i Kosovës, edhe ata që mendojmë që janë 50-50, edhe ja bëjmë një ftesë përmes mesazhit, telefonit, edhe i ftojna për me na përkra dhe me na ndëgju plan programit. Që kjo është domethënë elementi bazë i tubimit. Po a jena ato e keq përdor? Aktivistët, militantët. Aktivistët, po militantët. Po trashti nuk mund të më thini antar të një partisë tjetër, kur e din që kitot. A dhe një nuk mund me thirë. Të mund me thirë, së është ligjore, edhe është shumë e bukur e kërë e thirë, e efton me edhe një përshtype këtë tjetër, edhe e jep një program këtë tjetër, edhe e bind, është do më thonë edhe që mund me bind një ideal të rirë, si një personat më shumë për mes plan programit që e japin partit politike. Po, po du me thonë edhe njerë, fushata, sigur kësa here, që ka bo, partia në pushtet, dhe partia në largim nga pushteti, inshallah nuk do ndonë më kur. Je i bindur që është largim nga pushteti? Po, Bedriavze në ki kryeministër për e shtatë qëshorë. Ku bazona? Bazona në për tubimet, bazona në për përkrajet, edhe bazona që është... Po, të sa tha që tubimet janë Kur e thu me bindje, të regonë edhe përqimin. Tubimet e vogla. Kur e thu me bindje që zotri Hamza do tjetë kryeministri i do ta merë përqindjen do ta merë përqindjen e dur sa për të hyrë në pushtet. Sa është e dura? Bi 50. Bi 50% PDK-a? Zotë ajre, po. Kjo është me thirë universin, momentalisht, po si dhe qofë, muja. Të qashtja e simbolike së shumë rëndësi, i ceku disa elemente paraforci, koliko. Simbolika cilën e paraqet partia në pushtet, po dhe të tjera, jo veç partia në pushtet, është shumë rëndësishme të veç me marrë me tërhjek një paralele. Për shambull, atje në lap e ka bo bep pashakuronin. Këtu nuk është e rasishme në vështri pse e ka vendos një vojës të re, që ajo është fëmi, nuk është asë mitur, po është fëmi, edhe del e malkon me Zotë ju vraft, ose Allah ju vraft, ato një vraft. Për shkakun se vështria njifet si zonë e besimit, si zonë tradicionale, si zonë që është fetare, edhe kjo mënyra e interpretimit për një fëmijë të vogël ndikon edhe qënë pesh të publikut. Edhe qashtja e puthjes dorës, edhe qashtja e puthjes kamës, se kemë rase që edhe kamën e kanë puth. Po, a nuk ka pas? Kjo ma tepër, është e vërtet, kini njerëzi, s'ka nevoj me përmendemnin, ja ka puth kamën kërministrit. Kjo është, ta kujton, besoni që ta kujton sistemin komunist, sistemin e eger, populist atje, të Kinës, e të Rusisë, e Kutadionët, të Nverojës. Për qatë shkak, ne në këto rase, edhe në raset
këto vite që i kemë pas, e kemë dëmtu seriozisht demokracinë. Atë përfaqësimin parlamentar. Me kitë populizëm, të i ngrit personalitetet, për mu, cilë do që të vjen, është një njeri që nëse e zhvillon këtë vend, ka me qenë hero edhe kemë me respektu. Për ndryshe, për mu asë një personalitet nuk është edhe i paprekshëm, edhe nuk është me ngrit në atë pjedestalin që shemësu na me ngrit. Nuk duhet me ngrit ashtu, po këta e bën varfënia edhe mosdituria. To dy elemente janë shumë të rëndësishme të qytetarë. Shpesh kam dëgju për qytetarëve, pse s'po na përkrakni, thot beso që ma ka ndërtu shpinë filan politikane, sa ka qenë kryetar komune, nuk më i e trautoj. Këta, gjatë zgjedhjeve, subvencionet nuk i kanë lëshu, vetëm që mi majtë peng gjithë ata që kanë qenë aplikus subvencionet, me marë votën edhe në fund, ata që ja u kanë kërtuar me arëshu subvencionet. Unë e kom pa me 10 rase, se dalë shumë nga për terene, kishëm edhe një rast vdekje, vjen presidentja, U2 presidentja dhe she atje, në pame. Nuk mbetet vrim e shoqënisë që nuk e shfrytëzojnë me vetura zyrtare, është keq përdorim i vetura zyrtare, me alarme, të i tranu qytetarët thu që kanë raste emergjente, a realisht të shku në loj-loj të pame, të shku loj-loj... Kështu ka qenë gjithmonë. Po nuk është... Nëse shkojnë me këtë farë standardi ka qenë gjithmonë, atër në shka po bojmë? Nësë po ndryshojmë kur gjo? Jem të njëjtit edhe këtë për kesh përdorëm bugjetin e shtetit. Fatkeqësia e madhe të na, më falë pro, fatkeqësia e madhe të na si popull është që nuk jemi shumë larg pamës edhe nuk e shohim shumë se çka po na vjen. Që kjo shpreha baba që po e quajnë kryeministrin, nëse kthejmë, nëse veç e lexoni tek propaganda atje, është njëra prej mënyrave më propaganduese në botë. Domethënë figura e babës është domethënë e përmene për njerëzve që kanë shkrimen për këtë punë, domethënë që lidhja e cila bëhet qytetarit me autoritetin e kryeministrit, domethënë ose të udhëhecit aty vendit, në momentin që ti ato e shes si bob, pra në një farë mënyrë e ki si idol ose si ai njeri që i din krejt, domethënë na krejt instinktivisht kur nuk dim diçka njëri në porç na shkon në mend është ashtu shohin votus. Po që to është problemi që na si popull nuk dina me i deshifru sa dohet mirë qëllimet edhe ato cilat na i morrën prej politikanëve në përgjithësi. Për shembull ndajna të e përmend këtë kohën këta duhet me shku në fushata tek secili apo veç të një. Në një shoqëni të edukuar, në një shoqëni e cila është emancipuar përpara, atëherë duhet me shku. Patjetër që duhet me shku, patjetër që duhet mungu secili pranë programit secilës parti politike. E të na është kjo ideja e tradhtarit e cila veç është forcu halo ma shumë me fatkeqësisht është populizëm. Po kjo tjetër më ndej. Unë po menoj për shembull, po supozoj që unë jam përkras i PDK-s në çet moment. Edhe nesër dikush shumë shesi për deri të bëjmë të AK-s. Kam më thonë që çfarë tradhtori ky e ndroi partinë. Është normale më ndru partia. Është normale se na çata njerëz kanë në udhëheq neve. Nëse unë shoh që ti nuk je i mirë komë të ndru. E në momentin që ti e krijon figurën e babës, atëherë aty nuk mundesh po me ndru se është ajo ndjenja e brendshme që ty nuk flen me dal për te asaj. E trahton babën, po nëse e përkthen atë mënyrë. Nëse shikohet pak më fell, domethënë kjo mënyrë e propagandës e cila është ushtruar, po ushtrohet në vendin tonë është goxha e rrezikshme dhe po besoj që fatkeqësisht kena më apo sherrin goxha se shumë viteve të ardhshme. Po çfarë shembull te Albin Kurti nëse shkon, aty piupin edhe fletat. Te pa e pa tani flet, po s'di ku met, po tham të bime tjera, ti ta si bakse harxhan kohë të ty me shku me një gato me këshyt se në fliti ka u se dina problema ajo është. Keqpërderimi i trinjve në përfushata besoj që është e kundërligjshme edhe jo e pranueshme. Për shkak se është rregulluar edhe me ligj. Mirë po, si duket partia në pushtet e ka pa që nuk i ka punë të mirë me numra edhe tash mundohet me gjitha format me gjetë në një metodë për me mojtë pushtetin. Ishte edhe një rast tjetër, dhe më thonë, a i rasti Skenderajt atje, u mundun me nskenu një problem nacional, pastaj del deputeti Agim Batiri, thot, më sigurt është në Mitrovicën e Verit se në Skenderaj, për mund të rrezikshme, për shkak që kjo është një nxitje e ndonjë konfliktit, zotin Arruj, ndonjë konfliktit nacional këtu të ne që na dhe nuk kem nevojë me hyrë kësi sen. Prandaj, kur i shet gjitha këto komponente
të cilat po ndodhin në kohën e fundit, lënë një përshtypje se këtu nuk ka projekte konkrete, s'është bo kur gjë, dhe tash mundohen me kësi forma sa do kudo me bind. A nuk ka pas në të kaluarën në përtubime ku një lider është dasht shumë prej publikut? Po, ka pas raste ku një buqet lullesh dhe një vajza për një djali vogël ja dhërën një liderit partijak, mirë po me dol media me thonë poezi për lider dhe me fyt tjerë. Tatuazh. Apo tatuazh. Ka që kanë bërë tatuazhat edhe Vjosa Osmanit, dizove këshmesë, tash të me jekin tatuazhën, të e në senet papranushme. Po mirë tha dhe kolego që na si shoqëri do të vedisohemi, do të ushtrojmë të rritë, do të mësojmë të rritë që qysh në demokracie tuhet, me këso gjona, me këso premtime maglomane, pas një arsyetim, pas një buxhet miratum, tash kemi rastin e fundit 2 milion euro ndohen për biletat e mërgjimtarve. Po ja thaj marrë si pas një informate du që një prej pronarve të atyne kompanive të fluturimit, ajve që është në burg, akuzohet për 9 milion kesh përderim të tatimit e shkapodivne. Me kësi forma, unë besoj që Kosova nuk ka kapacitet mi përbi këtë sene se një më tash njifemi. Kosova është një shteti vogël, mos me thonë shumë i vogël, po na del që është më i varfëri, i dëmohani dyti për nga varfëria në Evropë, nështë në anën tjetër del koeficienti i ngritjes së zhvillimit ekonomik, thot ne jemi me një zhvillim të lartë ekonomik, pa masanej shpërndon vitra, zakonisht vitra shpërndohen për shtetet sociale, shtetet që kanë problem. Ne vitrat japim të familjarët të cilët kanë problem në aspektin ekonomik. Është ndim sociale, është ndim për me kalu një pjesë. Se bashkë, në kohën e zirë, që ato është problemi. Se në 2 milion euro nuk është kur fa problemi që e kanë do. Pse në kohën e zirë? Që të cekëm veç ato, pse në kohën zirë? Një proverb kinez, e kom thonë dhe dikun, kinez tojnë anglisht të taj, po për thamë shqip. Po ta lypim kinezë. Don't give me fish, but teach me how to fish. Mësëm një pesh, po mësëm me zonë pesh. Qytetari nuk ngopet me 100 euro. Qytetari dënë mirëqenje. Regullo ma arsimin, regullo ma shëndetësin, regullo ma rinin, sportin, kulturën, jemi në regull. Jam procesja, asaj përket dëmë thonë indekset që dullëm shteti ma i varfër në botë. Top 3, pe fundit, e dyti ke pe fundit dovet. Ose dyti me kësim brata. Me kësi prapë, dollëm ba e ginal. është raport i rrejshëm. I rrejshëm. Qysh i rrejshëm? Definitivisht është i rrejshëm. 90% bizneseve në Kosovë, dëmë nuk i kanë rogat reale, qysh i dojnë, dëmë realisht, gjysën një vjepin për mes bankës, gjysën një vjepin cash. Dëmë që ose e marën një indeks edhe ata bazohen në tornat normale. Sot hinë në biznese, dëmë nuk ka më rogë 400 euro. Nuk ka rogë reale 400 euro. Shka përdojnë me thonë mentor që... Apo një paralele. Nuk është raport real. Për shkak se ata bazohen në dona reale, që e mirën për me pej bankave. Po një di numër i caktuar i bizneseve, dhe më thonë që nuk i kanë hagën... Pra kemi gjendjen më mirë. Shumë më mirë kemë, shumë më mirë kemë. Po nuk është merite qeverisë. Nuk është merite qeverisë. A bën një ndërhyrje shkurt, më falë poshtë në erën. Po së dhemi në fund. E dëgjova kryeministrin duke thonë se pensionet janë në rajon Kosova ka për më të mirave. Dhe më thonë, Kosova, Shqipëria, Macedonia më duke... Serbine, ka bëri krasime. Po llogaritët që sigurim shëndetësor s'ki. Një pensioner, si ta merë pensionin 150 euro, ati mërë 2 dite barë në e shkojnë ato. Ata tjerë të kanë, nështë i ka mundësi me pas pensionin ma të vogël, po sigurimi shëndetësor e ka. A nuk banë gale, ako me shku në spitale. A diso mjetët në shkojnë neve në Turqi, në Francë, të i që njerëzit me shëru, me kancer. Edhe një falë poshtë njerën se ta mora... Shkurt se jemi në fond, se përdu me mbyll me mentorin. Që disa vite ndohen në Kosovë nga 2 milion euro për me ndihmu personelit arsimor të cilët kanë probleme shëndetësore apo smundje të rënda. Dikun Farizajm ka dalë mu, dikun e kom bani analizë,
Ka ndalë 60-70 mësimdhanë se cilë shkojnë, kam probleme të rënda shëndetësore dhe mojnë mësim. Kemi rastën me paterica shkojnë në shkollë, kemi rastën nxënësit ja bojnë ditarin, se s'ka mundësi me bojnë ditarin, dhe asë njëherë nuk subvencionohet. Në kësi sene du të me menuna që një mirëqenje të mirë për mësimdhanës, për të rritë, për të gjithë. Po mësimdhanësit, për shambull, e morën rogën e 13. Po mirë, rogën e 13. Sepse është pikresh... Edhe për rogën e 13. Edhe për rogën e 13. Do të gjithë me feshbat të shme Me mentorin të ambyllim pëse jemi në fund, se e keni ndërprejmë. S'na kalon profa për gjumë. A kina e thonjë qëto? Kinesët, të shka? Ja, nuk ka problem. Sa kem dhe probleme asoj vojzës, problemi kryesor është i nonës vetë, se po është që ishë egzaltu momentin që kishë dollë vojza edhe dhe Më të lejke, kësë ka respektin, po do ke egzaltu. Shumë problem është qaja. Qa me thonë, unë jam për i këtyne qytetarëve që i kom votu krejt partit dëmë me ranë. Dëmë unë jam srej që atyne. Demokrati. Asë një parti, asë një por zjedhje nuk i kom votu, asë një parti se kom votu dyar me ranë. Kush e ka radhen? Kush e konë më mirë? Këtë qalojëm të analizu. Po, dëmë thonë, do të me orë një ditë kur njerëzit do të me eduku denjë qatë mos, sa me kuptu që partia është grupi interesit, grupi interesit bukfalisht është sot, përse nuk është asë grupi ideologjik që shukon më herët, dhe duhet me po, dëmë tonë që ti me vot, ki me votu partin, mas një ki me motë në qofë se dëmë tonë që aja parti, dëmë tonë e ka po, edhe herën tjetër me ndëshku, ose me adhon pra besimin në qofë se qyta ka pagu qatë botë. Te une nuk ka ndodhë, ka fjona gjithmoni pak nësë. Për mesin e këtyre kritikave, qka mundemi me thonë për një mas të madhe të qytetarëve? Tash, ka shumë kritika për Kurtin, po në zgjedhjet e kaluara mori 51%. Tash mund të pritet që në bazë gjitha matjeve, analizave dhe gjitha pritjeve që bënë në studio televizive dhe kudo tjetër, që prap del partia parë, pa dash me specifiku përqindje. Atëherë populli po flet, populli po e dëvet vendosje. Po qaj populli që e qëtë fmin, sepse pati mbrëm diskutima, populla qytetarë. Para dëmdon, para krejt mosës, me rectu një poezi që e malkon një pjesë të popullit, dëmdon. Qaj popull është. Dëmdon, këta kanë luftu, nuk është fojve të vendosjes, foj krejt partive është. Kanë investu 26 vjetë sistem martinmor, që me dalë, analfabet, funksional, të më thonë që sot janë numër shumë i madhe qytetarve, që nuk dim as me vlerësu, as me menu që shdojnë. Unë shpesh herë kom cekë qytetari, të më thonë me vot, e votan partin, qeverin. Në momentin që e votan i bjenë sikur ti e ke pagu. Qatë ditë që u zgjellë qeveria, prej qatë ditë që ti jemo opozit, si qytetar do është më konë kritikus edhe me shty qeverin për para. Në fund mandatit, në qofë se që e qeveri, dhe më tonë, ti ka përmbush kërkesat e tua, ti e voton prapë. Qofë se jo e ndronë, se nuk i ledhët me ta, nuk i kontrat. Se për ndryshe vazhdojna në fushata permanente, që jem dhe më thonë që... Jemi gjithë dhe më thonë... Ta është shtatore këna të Ne ju falendrojmë shumë që ishtë sot pjesë e këti debati, ishte knatësim. Këto po përfundojmë krejtë në debat për sonte, sigurisht që do takohemi prap nesër Lirekse dhe na jemi bu si këta lidert që dalin qdo ditë. Kuda po dalim, ishte knatësie jona, takohemi nesër, natën e mirë. Natën e mirë.